I ftuar në emisionin Pardon My French në Top Albania Radio ka qenë ish banori i Big Brother VIP 4 dhe artisti i njohur Klajdi Musabelliu. Në këtë intervistë ai ka rrëfyer më shumë detaje në lidhje me projektin e tij më të ri që është publikuar së fundmi dhe ka treguar më shumë rreth krijimtarisë në muzikë dhe jo vetëm. Si është realizuar kryevepër, Klajdi tregon, ishte një bashkëpunim i paralajmëruar këtu në emisionin tuaj herën e fundit, së bashku me dy banorë të Big Brother VIP sollëm këtë projekt. Petro Gjori ka realizuar orkestrimin, tekstin, muzikën, audion, ndërsa Olca Bazi ka realizuar videon. Jemi njohur dhe kemi mbetur miq nga Big Brotheri. Është një bashkëpunim shumë i veçantë për mua sepse është i ngjizur nga aty brenda. Është një këngë që Petro e kishte shumë për zemër, nuk ishte shkruar enkas për mua. Më pëlqeu së tepërmi dhe e mora. Na del dhe Olsi në shtek për xhirimin e filmit, si producent filmash bëri atë mini film të realizuar brenda trojeve tona në Shqipëri. Dua t'i falenderoj çunat, ka dalë diçka shumë e bukur. Bachata shqiptare, ka thënë ndër të tjera Klajdi Musabelliu.